Dhe komandant po doja të pyes për një çështje të rëndësishme që e përmendet ajo më herët. Janë bërë pra 2 vjet që kur ndodhen trazirat në veri të Kosovës, shumë prej ushtarëve të KFOR-it u lënduan, madje u lënduan rënd. Po doja t'ju pyes, si vlerësoni qëndrimin e Serbisë për këtë çështje dhe a keni bërë thirrje institucionet serbisë që të marrin përgjegjësi ose që t'i hetojnë këto raste, sepse ka hetime për institucionet të Kosovës, janë arrestuar disa persona, mirë po shumica atyre që kanë kryer këto akte dhune nuk janë sjellë para drejtësisë. Më pari me lejeni të them se çfarë kanë ndodhur, dhuna që kanë ndodhur në Zveçan dhe në Banjë, ishte e papranueshme. Me 29 maj të vitit 2023 ne kemi qenë dëshmitar të një numri më të madh të viktimave të personelit të KFOR-it që kanë ndodhur në një ditë për një dekadë ose për mbi një dekadë. NATO-ja përfshirë edhe sekretarin aktual të NATO-s, zotrin Rutte, dhe ish sekretarin general, sekretarin e përgjithshëm Stoltenberg, ata vazhdimisht e kanë thënë dhe kanë bërë thirrje për të siguruar që ata të cilët janë të përgjegjshëm të mbahen, të sillen para drejtësisë. Dhe më leni të them se neve na vjen keq që nuk kemi pa shumë përparim në këtë drejtim si NATO. Dhe pas kësaj ngjarjeje, NATO-ja si një përgjigje, si një reagim, ka bërë një zbarkim të 1000 trupave shtesë dhe pajisje të rënda, duke e i mundësuar KFOR-it që të rrit praninë e tij në pjesën veriore të Kosovës edhe tek linja administrative kufitare. Nuk ka qenë një prej përforcimeve më të mëdha të KFOR-it në këtë dekadën e fundit, duke siguruar që KFOR-i i ka të gjitha resurset e nevojshme për të vazhduar të zbatojë plotësisht dhe në mënyrë efektive mandatin e tij afatgjatë të OKB-s. Dhe komandant, do të flasë tani pak për sulmin terrorist në Banjsk në shtatorët e vitit 2023. A ka KFOR-i ndonjë informacion pra për vërtet rreth këtij incidenti? Si arriti pra grupi i Milan Radojićit të futej në Kosovë, cili ishte qëllimi i tij, pra a ka informacione NATO KFOR-i për pretendimet e tyre për të shkëputur veriun e Kosovës, pra për në këtë incident I cili udhëhiqej prej Milan Radojićit? Më duhet ta them se unë mundem ta përsëris edhe një herë atë se çfarë kam thënë më herët, se çfarë ka ndodhur në Zveçan dhe në Banjë ka qenë e papranueshme. Dhe është e rëndësishme se ata të cilët janë përgjegjës të mbahen të përgjegjshëm dhe të sillen para drejtësisë. Me thënë këtë, nuk do të komentoj ndonjë hetim që është përtej mandatit të KFOR-it dhe hetimi I ngjarjeve të cilat janë akoma duke vazhduar bie në përgjegjësinë e autoriteteve për zbatimin e ligjit, që do të thotë është policia e Kosovës. Është edhe